Ky emision mundësohet nga IPCO, partneri juaj për siguri kibernetike. Në një botë ku çdo klik mund të jetë fatal dhe çdo fjalë kalim një derë drejt kaosit, rikthehet zona kibernetike me edicionin e saj më të rënditës deri më tani. Sezoni i tretë shpaloset me 10 epizode që nuk kursejnë asgjë, as të vërtetat e hidhura e as rreziqet që fshihen pas ekranit. Kjo është një udhtim dramatik përmes errësirës digjitale, sulmeve kibernetike, manipulimeve të shumta, rrjeteve të errta dhe luftë për mbijetesë në një realitet të padukshëm. Në këtë sezon nuk jemi thjesht vetëm spektator. Jemi dëshmitar të betejës më të heshtur dhe më të rrezikshme të kohës sonë. Çdo epizod ndriçon një qoshe të panjohur të internetit, nga mashtrimet më të sofistikuara tek luftat digjitale ndërkombëtare. Por përtej frikës dhe misterit, ky sezon sjell edhe udhëzime, analiza dhe një strategji mbrojtjeje në një përballje të drejtë për drejtë me kërcënimet e epokës tonë. Në këtë rrugtim na bashkohet Gonxhe Sylaj, eksperte e sigurisë kibernetike nga Sense Cyber Research Center, për të ndarë njohuritë, përvojën dhe paralajmërimet e saj. Ky nuk është thjesht një emision, është një alarm, një thirrje për vigjilencë, një pasqyrë e një bote që funksionon në nëntë sipërfaqe dhe askush nuk është i paprekshëm. Mirë se erdhe Gonxhe. Mirë se u gjeta, shëndet. Gonxhe, sot do të flasim për vjedhjen e kartelave dhe phishing, që është një temë që na intereson besoj të gjithëve dhe duam të dimë më shumë rreth saj. Po e fillojmë fillimisht me atë se cilat janë dëmet apo edhe rreziqet që mund të na kanosen nga sulmet e tilla. Padyshim se krimi kibernetik është gjithnjë në rritje, është prej krimeve më profitabile për momentin. Duhet pasur parasysh se nëse e krahasojmë, nëse e masim si shtet krimin kibernetik, atëherë ai do të konsiderohej sikur fuqia më e madhe ekonomike globalisht pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Nëse e krahasojmë me vitin 2015, do të thënë një dekadë përpara, kostoja e krimit kibernetik kishte vlerën $3 trilion, ndërsa në vitin 2025 parashihet të tejkaloj vlerën prej $9 trilion. Rreziqet e krimit kibernetik janë të ndryshme. Ato kryesisht përfshin vjedhjen e parave, vjedhjen e identitetit, fshirjen ose dëmtimin e të dhënave, apo edhe prishjen ose çrregullimin e operacioneve të individëve ose të biznesit. Rreziqet nga krimi kibernetik gjithashtu mund të shkatërrojnë jetën e një personi. Sulmet më të shpeshta kibernetike përfshin sulmet malware apo ndryshe që njihen si software malin, DDoS attack, distributed denial of service attacks, emailet phishing, password phishing dhe ransomware që njihet si sulmi më i rrezikshëm dhe më i dëmshëm në aspektin financiar për individ dhe biznese. Gonxhe, kemi dëgjuar shumë gjatë kohëve të fundit, sidomos për mashtrimet që po ndodhin me vjedhjen e kartelave bankare. Çfarë ndodh nëse bien viktime këtyre sulmeve? Vjedhjet dhe mashtrimet në kartela janë një sulm aktual në Republikën e Kosovës. Një nga arsyet kryesore pse ndodhin këto sulme apo mashtrime janë nga mosvigjilenca e qytetarëve, të cilët në rastet kur ju kërkohet me dërgu kartelën të një familjar ose të një person i afërm për ta bërë një blerje, e fotografojnë nga të dy anët, ku përveç domethënë numrit të kartelës, datës së skadencës, ndahet edhe kodi CVV, që është komponent kyçe gjatë blerjes dhe shfrytëzimit të kartelave. Tjetër vektor i sulmit, domethënë se si vidhen kartelat, janë edhe përmes faqeve e-commerce, faqeve për blerje online të cilat nuk janë të sigurta, por një tjetër vektor është edhe sulmi phishing, do me thënë
përmes emailit. Edhe në raste të tilla, viktimës ju kërkohet të ndajnë të dhënat e kartelës së tyre bankare ose të autorizojnë hyrje në e-banking. Një vektor tjetër i sulmit mund të jetë edhe kopjimi i shiritit magnetik të kartelave ose të dhënave të kartelave përmes pajisjeve për kopjem, të cilat vendosen në point of sales, në POS, ndryshe si quhen gjatë blerjeve në markete apo dyqane të ndryshme, dhe në bankomatet ATMs. Gonxhe përmende pak më parë emailat, por si mund të identifikojmë një faqe internetit të rreme, e cila në këtë rast po tenton që të na i vjedh, po i them kështu, të dhënat e kartelës sonë? Fillimisht duhet të jemi vigjilent kush është dërguesi i emailit. Emailin nga cilin ti e ke pranuar atë email. A ke qenë ti duke në pritje të atij emaili? Përmbajtja e emailit. Në çfarë linku po kërkon ty që të klikosh? Çfarë bashkangjitje ka në atë email? Duhet të analizohet detajisht. Nëse emaili përmban një link, atëherë ai link a është linku i bankës, a është linku legjitim i faqes ku ti kryen blerje? Mos ka ndonjë shkronjë më ndryshe. Syri i njeriut kur mësohet me një shablon, i injoron detajet e vogla. Në ato detaje të vogla fshihet edhe mashtrimi. Mjafton vetëm një shkronjë të jetë më ndryshe dhe të bën redirect, të dërgon në një faqe komplet tjetër. Nuk është njëjtë sikur të themi rtv21.com dhe rt21.com. Do të thonë, në momentin që vetëm një shkronjë, vetëm një karakter dallon, atëherë edhe burimi i asaj webfaqeje është i ndryshëm dhe mund të jetë i rrezikshëm. Po nëse kemi vërejt se kemi rënë prej një sulmi të tillë, ku duhet të drejtohemi, çfarë duhet bëjmë në këtë rast? Nëse është fjala për vjedhje të kartelave bankare, automatikisht duhet ta bllokoni kartelën tuaj. Disa aplikacione kanë mundësinë që të deaktivizoni kartelën apo të bllokoni përkohësisht kartelën përmes karakteristikave që përmban aplikacioni. Mirë po, duhet ta telefononi sa më parë bankën në të cilën keni llogari, në të cilën është kartela juaj, që ta njoftoni për ta deaktivizuar atë. Në shumë raste, ndodh që banka edhe i kthen mjetet cilat janë vjedhur nga kartelat, për shkak se personi nuk e ka autorizuar vet atë blerje. Po në rast se ti je prapa autorizimit të blerjes, rasti gjithsesi duhet të lajmërohet në institucionet përkatëse, siç janë Policia e Kosovës dhe personat me ekspertizën përkatëse do të trajtojnë rastin. Në këtë rast njësia për krime kibernetike ose njësia e krimeve financiare, varësisht se me çfarë ka të bëj rasti. Po cilat janë ato masat që mund të ndërmarrë banka për të parandaluar vjedhjen e kartelave? Gjatë blerjes online përdoret 3D Secure. Do të thënë, përveç dhënave që ti përmban kartel, është edhe një komponent tjetër që të dërgon ty një kod përmes SMS ose ndonjë forme tjetër për të autorizuar blerjen. Pa u vendosur kodi përkatës, që është OTP one time password, ti nuk mund ta realizosh blerjen. Kjo komponent mundson që edhe nëse kartela jote është vjedhur, është kopjuar nga një person i tretë, në momentin që bëhet blerja online, duhet ta komprometoj edhe numrin tënd të telefonit për të realizuar vjedhjen me sukses. Po, tjetër mundësi se si banka duhet ta evitoj një gjë të tillë, është përmes kontrollimit të bankomateve, mos është vendosur ndonjë pjesë për kopjem të kartelave në to. Gjithashtu është edhe përgjegjësia e klientit i cili mban kartelën të verifikoj mos personat që
personat me këto pajisjet kopjuese të kartelave ju afrohen edhe ja kopjojnë, ndoshta brenda, ndoshta mund ta kenë kartelën në xhep ose në çantë diku afër ku kopjimi është më i lehtë, po edhe mos ta ekspozojnë kartelën dhe ta lënë pa mbikëqyrje. Një lloj tjetër i masa mbrojtëse që mund të marrin janë edhe pikat ku janë të vendosur këto point of sales ose pajisjet pos terminalet nga pronarët ose punëtorët në ato institucione, në ato dyqane, të verifikojnë mos ka ndonjë pjesë shtesë në ato pajisje, pasi që ato nuk është e vështirë të vrehen me sy nëse e teston, largohet, hiqet pajisja për kopjim të kartelave. Gonxha, unë dua që ta shtjellojmë edhe nocionin phishing, sepse e kemi dëgjuar në masë të madhe, sidomos gjatë këtyre viteve të fundit. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë për ata që ndoshta nuk kanë njohuri rreth phishing? Phishing është një formë e inxhinierisë sociale, e cila përfshin artin e manipulimit të individëve për të realizuar një veprim të paautorizuar ose për të shkëmbyer një informatë konfidenciale ose të ndjeshme. Phishing realizohet përmes emailit dhe në shumë raste është vektori fillestar i një sulmi më të madh kibernetik. Për ta parë më mirë se si realizohet ky sulm, anatominë e një sulmi kibernetik përmes phishing, do ta shohim në demonstrimin vijues. Në vazhdim do t'ju prezantojmë një kronik që do t'na tregoj rreth asaj se sa njohuri kanë qytetarët për të ruajtur të dhënat në kartelat bankare. Nëse dikush i afërmi juaj i kërkon të dhënat tuaja të karteles për një shërbim bankar cilin ka me bo ai, e fotografoni kartelen apo ja dërgoni të dhënat? Edhe pse nuk kam rastis shumë në raste të tilla, nga që është e kërkuar nga të afërmit, e fotografoj për shkak të besimit. Zakonisht e fotografoj nëse është dikush i besueshëm. A kërkoni ndihmë prej dikujt tjetër për me nxjerr parat e pensionit në bankë? Jo e nxjerr vetë, që
Kom kuj pak shkollë, sa me jetë e me nëzirë vetë porët, nuk e kaj për kërkuj vetë i marë. Vetë disa mjesën, sa i marë, sa të mbynë. Sulmet kibernetike janë bërë pjesë e përditshmërisë sonë. Ne në vazhdim do t'ju prezentojmë një rast konkret që ka ndodhur në vendin tonë. Në një botë gjithnjë e më të ndërlikuar përmes teknologjisë, krimi kibernetik nuk njeh kufi. Ky është rasti i dy të rinjve nga Kosova, Ardit dhe Jetmir Kutleshi, që nga një lagje e qetë e Prishtinës përfundua në qendër të një hetimi të madh federal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ardit dhe Jetmir Kutleshi, të dy të lindur në Prishtinë, ishin shpallur në kërkim nga autoritetet amerikane për një sër veprash penale të rënda, duke përfshirë pastrimin e parave, mashtrimin me dokumente të identifikimit dhe vjedhjen e identitetit. Ata ishin të dyshuarit kryesor pas një faqeje të njohur si Rydox, një treg online i paligjshëm që ofronte të dhëna personale të vjedhura nga mijëra qytetar amerikan. Në fillim të vitit 2025, Ministria e Drejtësisë së Kosovës dha pëlqimin për ekstradimin e tyre drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bazuar në traktatin dypalësh të ekstradimit SBA Kosovë. Prokuroria Speciale e Kosovës kishte ngritur kërkesën në gjykatën themelore të Prishtinës me 5 shkurt dhe vendimi u ekzekutua shpejt. Sipas Departamentit të Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me 12 dhjetor 2024, një treg i zi online që për më shumë se 8 vite funksiononte si një qendër e trafikut të dhënave personale, kredencialeve të vjedhura dhe informacioneve të kartelave bankare. Hetimet zbuluan se përmes këtij marketplace janë kryer mbi 7.600 transaksione të paligjshme, që sollën mbi $230.000 përfitime për të dyshuarit dhe bashkëpunëtorët e tyre. Autoritetet amerikane pretenduan se faqja kishte ofruar mbi 321.000 produkte digjitale, shumica prej tyre të dhëna personale të vjedhura, për më shumë se 18.000 klient nga e mbar bota. Hetimet nuk u ndalën vetëm në Kosovë. Në dhjetor 2024, FBI dhe Policia Mbretërore e Malajzisë, në bashkëpunim me autoritetet amerikane, sekuestruan serverët e Rydox në Kuala Lumpur. Po ashtu, u autorizua edhe sekuestrimi i kriptomonedhave në vlerë prej $225.000, të cilat dyshohej se ishin fituar nga aktiviteti kriminal i të akuzuarve. Një person i tretë, gjithashtu administrator i faqes Rydox, u arrestua në Shqipëri me urdhër të SPAK-ut, duke shtrirë hetimin në një nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Ambasada amerikane në Prishtinë përmes një reagimi në platformën X përgëzoi autoritetet kosovare për bashkëpunimin dhe ekzekutimin e shpejtë të vendimit. Ne e vlerësojmë shumë bashkëpunimin e vazhdueshëm të autoriteteve kosovare për të ndihmuar qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë rast, gjë që forcon përpjekjet tona të përbashkëta për të mbajtur të sigurt Kosovën dhe Shtetet e Bashkuara, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Rasti i Ardit dhe Jetmir Kutleshit është shembull i qartë se krimi në epokën digjitale nuk njeh kufi. Ne si kompani kemi kohë që jemi duke vepruar në fushën e sensibilizimit të opinionit publik lidhur me problematikën e sulmeve kibernetike. Për këtë arsye, edhe kemi filluar me ofrimin e shërbimeve në këtë fushë, duke bashkëpunuar me partnerë të ndryshëm ndërkombëtar që kanë renomë botëror në këtë fushë. Për të japur peshë kësaj informate, nëse e marrim vetëm raportin e vitit 2024, i cili është publikuar nga FBI, shohim se kemi një shtim diku për mbi 33% të dëmeve të shkaktuara nga sulmet kibernetike në mënyrë direkte apo indirekte. Pra dëmi është mbi $16 miliardë. Disa nga shërbimet që bien në fushën e teknologjisë informative dhe sigurisë kibernetike, që EPCA është duke ofruar me partnerët e vet ndërkombëtar, është edhe Microsoft 365. Për shembull, disa nga këto licenca përfshin tools si Spoof Intelligence, që analizon paraprakisht qasjen dhe po ashtu analizon përmbajtjen e emailit, duke mundësuar skanimin e emailave dhe përmbajtjen e tyre, po ashtu duke mundësuar identifikimin e email adresat të cilat kanë dërguar mos rastësisht ka ndonjë keqbërës prapa tyre dhe të jap mundësinë e punës në mënyrë më të sigurt. Po ashtu, ne si EPCO
kemi lidhur bashkëpunim me partnerin Bitdefender, ku jemi duke ofruar shërbimin e Gravity Zone, e cila kryesisht përdoret për biznese me sigurimin e environment punues të serverëve pajisjeve tjera teknologjike dhe Total Security. Total Security përdoret edhe për biznese, edhe për individ. Edhe ky shërbim mundëson identifikimin e problemeve të ndryshme, viruseve të ndryshme, tentimit për qasjen e informata, vjedhjet e informata e të tjera. Vlen të theksohet se kjo platformë përfshin shumë më shumë se një antivirus, po besoj që këto do të kemi mundësi të i shfletojmë në të ardhmen. Po ashtu një prej shërbimeve të cilët ne ofrojmë është edhe Cisco Umbrella, e cila identifikon webfaqe të rrezikshme dhe bën bllokimin në mënyrë automatike. Vlen të theksohet se kjo është një platformë shumë e avancuar dhe është në real time e cila popullohet nga e gjithë bota. Gjithsesi, IPCO vazhdimisht punon në atë drejtim që të sjellë risi të reja në treg, duke bashkëpunuar dhe duke lidhur marrëveshje specifike me partnerë të ndryshëm botëror të rangut më të lartë në fushën e tyre, ashtu që klientët tonë të kenë qasje në veglat apo shërbimet e sigurisë të cilat secili biznes apo individ në zhvillim më të madh ekonomik dhe teknologjik ka qasjen e të. Pra, përdoruesit tonë duhet të ndjehen se janë të sigurt në përdorimin e veglave tonë. Phishing është një nga format më të zakonshme të mashtrimeve të sulmeve kibernetike. Në këtë rast, sulmuesi kërkon që të marrë sa më shumë informacione personale nga viktima, siç janë fjalëkalimet apo numrat e kartelave bankare. Kjo ndodh zakonisht përmes mesazheve që vijnë në formë të emailave, që përmbajnë linqe të ndryshme, dhe për shembull duket sikur vjen nga një institucion i besuar. Ju merrni për shembull një mesazh nga banka që thotë: "Kartela juaj është bllokuar, kliko këtu për ta riaktivizuar." Nëse ju klikoni në atë link, kjo do t'ju drejtojë tek një faqe që duket sikur është e vërtetë, por në fakt është faqe e krijuar nga mashtruesi në këtë rast. Disa veprime bazike që duhet ndërmarrë për të mbrojtur nga sulmet phishing është që duhet të kontrollohen të gjitha emailët që pranoni me linqe të dyshuara, të kontrolloni adresat e tyre, sepse munden me pas vetëm një ndryshim të vogël nga informacioni zyrtar që duhen ju me pranoni. Si dhe të mos shpërndani asnjë informacion personal përmes emailave që janë të dyshim. Si dhe duhet të azhurohen të gjitha aplikacionet të cilat i përdorni për mbrojtje në rast të këtyre sulmeve, si dhe të azhuroni çdo aplikacion si antivirus apo mbrojtje të sigurisë kibernetike të jenë të azhuruara dhe të përditësuara në verzionet e fundit. Çfarë duhet bëjmë nëse ne bijem prej e një sulmi të tillë? Ku duhet të drejtohemi? Çfarë duhet bëjmë konkretisht? Atëherë ky fenomen është i ri në shoqërinë tonë. Ka fillu sfundimi me qenë viktima apo caki këtyre sulmeve kanë fillu me qenë edhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Më parë kanë qenë kryesisht ne kemi qenë sulmuesi dhe viktimat kanë qenë në vende të tjera më zhvilluara, kurse tash me ngritjen e standardit ekonomik në shoqërinë tonë, qytetarët kanë filluar me kanë caki këtyre sulmeve. Po edhe me ngritjen e nivelit teknologjik, për shkak se tashmë shumë pagesa kryhen online, edhe duke qenë kështu, skemerët apo mashtruesit kibernetik e shfrytëzojnë këtë situatë duke i mashtruar qytetarët, duke u vjedhur dhënat, sidomos ato bankare, të cilat më pas shfrytëzohen për të kryer pagesa online, e me këtë rast pali dëmtuar mbetet qytetari që ju kanë vjedhur të dhëna. Po si është rregulluar kjo me ligjin e Republikës së Kosovës? Atëherë legislativa jonë është pak më vjetër se sa këto dukuri dhe këto vepra kryesisht subsimohen në vepra penale që janë ekzistuese, po që nuk janë krejtësisht në përputhje me këto vepra të reja penale. Për shkak se kur është shkruar kodi penal, këto vepra nuk është që kanë qenë aktuale. Unë mendoj që me updatimin e radhës të kodit penal do të kemi disa vepra të reja në këtë drejtim, siç janë këto phishing e disa të tjera. Mirë po edhe megjithatë që me këtë gjendje të legjislacionit prap ka mbrojtje ligjore, prap kodi penal i sanksionon, prap policia jonë ka mekanizmat e saj, ka një sitin për krime kibernetike,
i cili aktivizohet në momentin që qytetari e lajmëron një mashtrim të tillë, dhe ata në bashkëpunim me sektorin bankar aktivizohen për ta gjurmu kryesin e kësaj vepre. Jo gjithmonë është e lehtë me gjetë kryesin, po nëse kryesi ka bën një lëshim dhe ka lënë gjurmë diku, normal që gjendet. Prandaj qytetarëve u sugjerohet që sa më parë me njoftu bankën dhe policinë kur bien prej këtyre mashtrimeve. Sa i përket sugjerimeve, normalisht do të sugjeroja që të imbrojnë me fanatizëm dhënat personale, sidomos ato bankare, po edhe të dhënat e tjera personale siç janë ID-ja, me dhënat e saj që janë data e lindjes, numri personal, fotografia, pasi që siç e dimë filtrat bankare, filtrat e sigurisë kibernetike kryesisht janë të mbështetura në informacione personale. Dhe nëse kryesi potenciali ka këto dhëna, atëherë ai mundet shumë lehtë me i tejkalu filtrat e sigurisë dhe me arrit deri tek paratet tua në bankë. Gonxhe, me qenë se po flasim për raste konkrete, si sheh këto rastet e fundit që kanë ndodhur, me qenë se i përmendi edhe zotri Murturi pak më parë, rritjen e tyre në Kosovë? Duhet pasur parasysh se qytetarët në Republikën e Kosovës shumë shpesh e konsiderojnë se të dhënat e tyre janë të pavlefshme. Kam dëgjuar shumë raste kur njerëzit kanë potencuar se kush jam unë, që të më sulmoj dikush, që të më hakoj dikush, çfarë kanë përgjigjë te unë. Edhe kjo është faktikisht një shqetësim shumë i madh dhe dëshmon se ndërgjegjësimi i popullsisë në Kosovë është shumë i ulët. Edhe do të jetë edhe më i ulët në krahasim me zhvillimin e trendeve të reja. Mashtrimet në kartela janë gjithmonë më shumë në rritje, digitalizimi është duke lullzuar kohëve të fundit, edhe pse shumica e shërbimeve, për shembull në spitale ose shërbime të tjera të infrastrukturës kritike, nuk janë digitalizuar, pritet që të vijë një kohë që të digitalizohen komplet. Në atë rast, ende pa arritur atë, ne jemi shumë të rrezikuar. Po, kur të arrijë edhe ajo, dhënat e personave cilat vetëse kanë pas rrjedhje, nuk do të mund të kthehen brapa. Do me thënë, nëse bëhet një rrjedhje të dhënave, një shkelje të dhënave, atëherë dikush mund ta kontrollojë komplet jetën e dikujt, për shkak se ato dhëna në formë digjitale kanë rrjedh diku tjetër. E me qenë se po flasim për të dhënat këto që po shpërndahen pa menduar dy herë, si mund t'ja bëjmë që t'i mbrojmë ato? Nuk dua të flas tani vetëm në aspektin individual, sepse ata që atakohen nga sulmet e tilla janë edhe bizneset. E qartë. Realisht, këtij fenomeni nuk i janë përballë vetëm qytetarët individualisht. Prej këtij fenomeni, prej skemave të mashtrimit, prej këtyre dikurive, dëmtohen edhe janë cak shumë i qasshëm edhe shumë i interesant për mashtrues janë edhe bizneset. Kemi shumë raste ku përmes keqpërdorimit dhënave të një biznesi, mashtruesit kanë arritur që në shtete jashtë Kosovës të hapin llogari bankare, duke i kaluar ata filtrat për cilët folëm më herët, pasi që i kanë pas të gjitha dhënat që ju kanë dashur, kanë arritur me kriju llogari bankare në emër të biznesit kosovar dhe kështu kanë arritur që ta fusin obligime monetare në për bankat respektive ku kanë arritur, pasi që tash, siç e dimë, bankat të ndryshme ndërkombëtare po edhe vendore ofrojnë mundësinë e hapjes së llogarive në mënyrë komplet online, pa pasur mundësi verifikimi në mënyrë personale. Dhe kjo, kur mashtruesit disponojnë me dhënat e dikujt, është punë shumë e thjeshtë tejkalimi filtrave, pasi që aty kërkohet numri personal, ata e kanë, kërkohet datëlindja, ata e kanë, mundet me u kërku një pyetje sekrete që është si një mas pak më kualifikuese sigurie,
po që edhe ato ata e sigurojnë, dhe ose mund me provu alternativa duke ta pa aty komplet jetën në rrjetet sociale, ata mund me sugjeru që pyetja ma e kualifikuar apo pyetja sekrete mund me qenë emri i qenit apo emri i fëmijës apo diçka. Me një fjalë është filtr që kalohet dhe kështu një biznes përfundon i mashtruar, përfundon duke u dëmtu, duke u hapur llogari bankare në emër të atij biznesi në banka të ndryshme dhe normalisht ata shfrytëzojnë duke tërhequr overdrafte dhe duke shfrytëzuar krejt mundësitë që banka i jep. Edhe kështu biznesi përfundon në obligime financiare dhe i mashtruar. Pastaj kjo pjesa e raportimit edhe trajtimit ligjor vazhdon te raportimi në policie, prej policisë në prokurori, pastaj në gjykat. Mirë po edhe këtu, unë mendoj që ka nevojë për emancipim si nga niveli qytetare, komercial në kuptim të bizneseve, ashtu tek emancipimi apo trajnimi i zyrtarëve shtetëror. Për shembull, këto krime kibernetike, prokuror dhe gjyqtar apo hetues të pa specializuar në këtë fusha nuk është se i kuptojnë mirë. Prandaj unë nga praktika ju tregoj se kam pas raste kur jemi ballafaqur me një hetues, prokuror dhe gjyqtar që nuk e kanë kuptuar realisht problemin. Ata normalisht kanë të obliguar me trajtu edhe me gjyku. Mirë po sa arrim te gjykimi i duhur dhe i drejtë edhe ligjor, kur gjykuesi, gjyqtari nuk e kupton çështjen komplet. Prandaj sugjerimi im në këtë drejtim do të ishte specializimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve, po edhe hetuesve në fushën kibernetike. Ashtu që të kemi hetuesve që kemi, po të kemi edhe prokurorë të specializuar në krime kibernetike. Kështu që kur flasim për një skemë mashtrimi, një scamming, një skimming apo phishing apo këto terme, prokurorit dhe gjyqtari e hetuesit ta dinë për çka po bëhet fjalë. Gonxha, cila është vlera mesatare, po themi kështu, e mashtrimeve apo vjedhjes së kartelave bankare, por në aspektin monetar? Sipas një raporti nga Banka Qendrore Evropiane në bashkëpunim me Autoritetin Bankar Evropian, në çdo 100 euro shpenzim, vlera mesatare e mashtrimeve kartela është 3 cent. Kjo përkthehet në 633 milion euro për vetëm gjysmën e vitit 2023. Ndoshta, kur e mendojmë se është bërë ky raport nga Banka Qendrore Evropiane, nuk e llogarisim se Republika e Kosovës është pjesë e saj e mashtrimeve në kartela, mirë po pavarësisht Kosova është pjesë e rrjetit të pagesave, siç është edhe Bashkimi Evropian, për shembull Visa, Mastercard, SEPA Instant, edhe si e tillë edhe ne afektohemi. Përdorimi i kartelave në Kosovë është enorm. Vitin e kaluar në Bankën Qendrore të Kosovës janë raportuar 36 ankesa nga rastet me mashtrime në kartela. Kjo mund duket shumë mirë në aspektin e statistikave, mirë po kjo është shumë larg realitetit, nuk e pasqyron realitetin. Shumë shpesh qytetarët cilët kanë pasur vjedhje në kartelat e tyre nuk i raportojnë ato. Kjo ndodh prej mosinformimit, ndodh se ndoshta edhe kanë turp nga shuma e vogël e parave që ju është vjedhur. Edhe në shumë të rasteve kanë edhe hezitime të tjera pse ata nuk i raportojnë. Ndodh edhe që viktima të raportoj rastin në bank, mirë po të mos i kthehen mjetet. Për arsye të ndryshme, ndoshta viktima e ka autorizuar vetë transaksionin, apo banka nuk ka arrit me gjetë provat mjaftueshme se viktima nuk e ka kryat transaksion. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që në momentin e parë që të vrehet që ka ndodhur një transaksion i dyshimt në llogarinë tënde, është mirë që automatikisht të njoftohet banka. Disa banka e kanë edhe opsionin që ta bllokosh kartelën përmes aplikacionit në telefon, edhe duhet që rasti është mirë faktikisht të raportohet edhe në policinë e Kosovës, pasi që mund të jetë një rast
më masiv, jo domosdoshmërisht ti ke qenë targeti apo caku i aktorëve kibernetik. Ndoshta ti ke qenë vetëm njëra nga viktimat e një rrjeti shumë më të madh ose një qëllimi më të madh për komprometim. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj sot. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, kjo ishte epizoda e parë e zonës kibernetike. Shihemi në epizodet e tjera.